Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër e shtrenjtë, muslimani si musliman duhet të kuptoj se ai është njeriu më i përzgjedhur që ka zgjedhur Allahu xhallahu. E për këtë folin shumë hoxhallar. Por mjaft më hoxhallarët trumbetuan në përkursia për vlera dhe nuk posedojnë vlerë. Unë kam thënë dhe them, në qoftë se muslimani nuk është në gjendje ta bëj atë që bën Amerikani për demokracinë e vet, Amerikani është shumë i fuqishëm se muslimani. Edhe pse ti falet dhe mendon se një zonë. Ai është në gjendje të luftojë në Pacifik, të luftojë në Afrikë, të luftojë kudo që ka nevojë, vetëm se beson se nuk mund të krahasohet asgjë me demokracinë amerikane. Dhe del me këtë krenari Donald Trump dhe thot ne jemi populli më i madh dhe më i fuqishëm rrugën e tokës. Pse mos dalim ne ta themi këtë gjë? Kemi frikë se mos ndoshta bën shtypje të drejtë të dëburuas Islami? Kemi frikë se mos ndoshta nuk ka barazi me zgjinive në Islam? Kemi frikë se ndoshta ekziston klasa në Islam? Apo kemi frikë se mos ndoshta na thot diku se ju keni klericizëm në Islam dhe keni shalla që u folin përpara jush? Çfarë kemi frikë? Kemi frikë se Zoti është hak? Kemi frikë se Abu Bekri nuk është hak? Kemi frikë se Omeri nuk fliste me hakun me gojën e vet? Kemi frikë se Uthmani nuk ishte dhunurejn? Kemi frikë se Aliu nuk ishte shpata ngritur kundër kufrit? Në qoftë se njerëz të këtij ummeti nuk marrin frymëzim nga vetvetja, ka vdekur frymëzimi dhe krenaria për njerëzimin. Dhe ju më thoni mua çfarë thoni? Të heshtim? Ai është mesazhi juaj? Ai është mesazhi i popullit? Burgjet e popullit të na frikonin. Ne jemi ata që të themi se si për ulemi as kërkujt tjetër përveç Allahut. Le ta dëshmojmë të. Le ta dëshmojmë. Mos keni menduar, thot Allahu, se do t'ju lejojmë të thoni kemi besuar e mos u asprovojmë këtë. Dëshmojeni. Me çka? Me ilm, me fuqi, me grusht, me dritë, me çfarë? Me ulje kokash përpara tjerëve, me respektin përpara tjerëve. Si më thoni, do ta ngreni ju shtetin Islam. E shteti Islam nuk ngrihet vetëm me burra. Shteti Islam ngrihet në fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamu alaikum.